Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Namazi i akşamit, pikërisht me perëndimin e diellit. Namazi i katërt me radhë. Koha e namazit të akşamit fillon pra pikërisht prej perëndimit të diellit dhe vazhdon deri të errësohet plotësisht. Namazi i akşamit përbëhet prej 5 rekateve. 3 janë farz e 2 sunet. Pas ikametit njëti për farz dhe tekbiri fillestar në rekatin e parë këndojmë subhaneken, eudhu billahin, bismillah, elhamdulillahin dhe një sure. Në rekatin e dytë bismillah, elhamdulillah dhe një sure. Gjatë qëndrimit ulur këndojmë tijatin me shahadet, ndërsa në rekatin e tretë këndojmë bismillah dhe elhamdulillah. Në fund të rekatës së tretë ulemi dhe këndojmë tijat, shahadet, salavat, dua dhe japim selam. Pas faljes së farzit ngritemi në këmbë dhe bëjmë njëtë faljen e sunetit. Këto 2 rekate falen njësoj si suneti sabat ose suneti i drekës. Pas faljes së sunetit tërheqim pra të spihet dhe bëjmë duan e namazit. Namazi i akşamit ka veçori mjaft të mira, për shkak se në atë kohë fillon ndryshimi dhe hyrja një dite tjetër. Ndryshimi do të thotë kalon dita dhe vjen nata. Pastaj në atë kohë, pra ka transmetime që me lajqet ndrohen. Në atë kohë është mirë që të hymë brenda në shtëpitë tona. Pejgamberi alayhis salam ka thënë kur bie akşami, nata pra të futeni brenda, të mbyllni dritaret dhe të përqendroheni në ibadet dhe në qetësinë e familjes, duke qenë pranë njëri tjetrit me lutje, dua dhe në sofrat e shtëpive tona, duke ngrënë edhe ushqimin e darkës, ose duke qenë pra pas faljes së akşamit, duke qenë duke u marrë me ibadet ose me punë, pra të shtëpisë, pra brenda, jo jashtë. Pra preferohet që në akşam të mos bëhet asnjë lloj punë jashtë, vetëm brenda ndonjë ushqim ose ndonjë lutje ose ndonjë mbledhi brenda për brenda ku përmendet Allahu xhaleshanuhu. Namazi i akşamit pra hyn me perëndimin e diellit dhe padyshim se është një ndër namazet që na kujton ahiretin, se ka shumë prej njerëzve të cilët e kanë fal akşamin, por nuk kanë mujt me fal Yasin, nuk kanë mujt me fal sabahin, pra kanë ndruar, kanë kaluar në botën tjetër. Prandaj secili namaz e ka një mesazh, e ky është namazi i katërt me radhë, e pas tij vjen namazi i 5, që janë 5 vaktet namaz, që është namazi i Yasis. Pra kemi sabahun, drekën, ikindin, akşamin, Yasin. Preferohet pra në këtë namaz që të këndohen sure që flasin për natën, surja Lejl ose surja Felek, gjatë këndimit pra të Kuranit në këtë namaz. Ky namaz i akşamit me xhamat falet me z, domethënë suret këndohen me z kur jemi me xhamat. Gjithsesi vendi, ambienti ku falim do të jetë i pastërt, rrobat, teshat do të jenë të pastra, të jemi me abdes dhe ta bëjmë niyet me zemër për faljen e namazit të akşam.